Shtëpia ku askush nuk qëndroi më shumë se një natë. Në një fshat të vogël, larg qytetit, ndodhej një shtëpi e braktisur. Banorët e quanin shtëpia e heshtjes. Askush nuk e dinte pse kishte marrë atë emër, por të gjithë shmangnin kalimin pranë saj pas perëndimit të diellit. Thuaj se shumë vite më parë aty jetonte një familje me 4 anëtar. Një mëngjes, fqinjet vunë re se dera ishte hapur. Brenda nuk kishte asnjë shenjë dhune. Tavolina ishte e shtruar, ushqimi ishte ende i ngrohtë, por familja ishte zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Policia kontrolloi çdo cep të shtëpisë. Nuk gjeti as gjurmë këmbësh, as prova që dikush kishte hyrë ose dalë. Çështja mbeti një mister. Me kalimin e viteve, shumë njerëz u përpoqën ta blinin shtëpinë. Të gjithë largoheshin pas natës së parë. Njëri prej tyre ishte një fotograf që donte të provonte se legjendat nuk ishin të vërteta. Ai vendosi kamera në çdo dhomë dhe filloi të regjistronte. Në mesnatë dëgjoi hapa në katin e sipërm. U ngjit ngadalë. Nuk kishte askënd. Kur u kthye poshtë, vuri re se të gjitha dyert e shtëpisë ishin hapur vetë. Ai mori kamerën dhe kontrolloi regjistrimin. Në video nuk dukej askush, por dëgjoheshin qartë hapa. Më pas kamera e korridorit regjistroi diçka të çuditshme. Një hije kaloi për vetëm një sekondë. Kur fotografi u kthye për ta parë korridorin, ai ishte bosh. Ai vendosi të largohej menjëherë. Të nesërmen, kur pa regjistrimet me kujdes, zbuloi një detaj që nuk e kishte vënë re. Në një pasqyrë në fund të korridorit shfaqej fytyra e një gruaje. Problemi ishte se në atë korridor nuk kishte pasur kurrë pasqyrë. Ekspertët nuk arritën ta shpjegonin videon. Disa thanë se ishte montazh. Të tjerë besojnë se fotografi regjistroi diçka që nuk duhej ta shihte askush. Edhe sot, shtëpia vazhdon të qëndrojë bosh. Banorët thonë se nëse kalon pranë saj pas mesnatës, mund të dëgjosh hapa që të ndjekin edhe kur je krejtësisht vetëm. Po ti do të guxoje të hyje një natë në atë shtëpi? Ndoshta misteri nuk është ajo që ndodhi me familjen. Ndoshta misteri është se kush jeton aty sot.